Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një konferencë për mediat nga Selia Blu, ku ka akuzuar ashpër qeverinë. Ai deklaron se do të paraqesë argumenta të pakundërshtueshme ligjore që sipas tij vërtetojnë përpjekjen e Ramës dhe Belinda Ballukut për të mbuluar aferat korruptive. Berisha thekson se majoranca po ushtron presion ndaj institucioneve të drejtësisë për të zhbërë vendimin e GKK-s. Argumentat e pakundërshtueshme ligjore, të cilat faktojnë se dyshja Rama Balluku në kundërshtim flagrant me Kushtetutën, në kundërshtim flagrant me ligjit e vendit, përpiqen të mbrojnë vjedhjen që kanë bërë. Të kapur në flagrancë me vjedhje të mëdha të taksave të qytetarëve, Edi Rama dhe Lubi Balluku, në përpjekjet dëshpëruar për të mbrojtur nga krimi i tyre i përbashkët, janë vërsulur me tërbim drejt gjykatës kushtetuese, duke shpallur me mediat e tyre si puçist antikushtetues vendimin e gjykatës së speciale të antikorrupsionit, për pezullimin nga detyrat Lubi Ballukut de facto për vjedhjen bashkëpunim me Edi Ramën dhe organizatën e tyre kriminale në drejtorinë e përgjithshme të rrugëve. Këta bashkëhajdut shkuan së bashku në gjykatën kushtetuese për të përmbysur vendimin e ligjshëm të gjykatës GKK-s dhe po përdorin për këtë qëllim të gjitha mjetet e presionit ndaj kësaj gjykate që u jep dhe pushteti. Berisha u shpreh se opozita do të vijojë betejën për transparencë dhe mbrojtjen e pavarësisë së drejtësisë, duke akuzuar qeverinë për tentativë kapje të institucioneve. Sipas tij, çështja e Ballukut është vetëm një nga provat e korrupsionit që ka arritur nivelet papara në qeveri. Ai paralajmëroi se denoncimet dhe faktet e reja do të bëhen publike në vijim.